Bashkë me kryetarin e komunës së Kamenicës kemi ardhur me ja dhënë çelësat Zejnepe Maroca, këtu në pamjet e para. Të jetosh në një shtëpi e cila përveç vuajtjeve, ti merr edhe ato pak para që ke, sepse në çdo fund të muajit duhet të paguash për të qëndruar. Sa e vështirë është. E kjo është Zejnepe Maroca nga Kamenica, nën me 3 fëmijë, e cila nuk ka asnjë të ardhur përveç dhimbjeve. Jem qytetin e Kamenicës, është Zejnepe Maroca, 4 antar, nën me 3 fëmijë. Përshëndetje. Qysh je? Mirë. Apo na fol pak për jetën tonë. Ty be përshesh një dhe vetë. Ti je me qira? Po. Sa pagun qira? 80. Plus rrëmë me këtu se. Me uje krejtë. E që shjetën zënë? Ty be. Njëri jeto gjithë qysh. Para një vjeti social në thmime. Qita është e kanali ju, s'kemi kushtë. Pa asë një talë. Hesh, veç të ndihme që në vjeni që të sane. Ty be kë djali i ka 18 vjetë. Qika 16, a i 19. A i malli asë shkolla, s'kushtë. Po dikon në punë me hion e vetë, s'moj me punu, sa ne mes më të pjena zadë. S'moj me punu kur gja. Ma me nani mu bre diqka, thmija të vogël, në shkolla, në diqka, mu një mu thmive, kurqë. Për çka keni mas shumë të nevoj? Si familje? Ty be për krejta. Të shme hona kur gja. E një familje pa shtëpi të tyre është si trupi pa shpirt. Prandaj kësaj nëne ju rikthye shpirti në trupin e saj, sepse mori lajmin se do bëhet me shtëpi të re. E kjo fal shoqatës Jetimat e Ballkanit dhe donatorëve. Zejnep në kënaqëm ta kry shtëpinë. Po bëhesh me shtëpi. Inshallah. Apo s'na beson edhe neve. Jo, s'po ham që s'u besaj, ma që 2 vjetë që me që ashtu se jem të honë që s'po besaj, edhe diçka sa ty në Ananje neve na ke pa. Ty po, këta tjerë ti ju. Hala s'ka bo baki dikuna me thonë që kena arme tani shpine, mësë me janisë, mësë me kry. Po jo, nësë Kështu që shumë shpejt kena mu pa në, pa a ditë kur vime t'i dhonë qelësat e shpije së rej. Zene para se me t'i dhonë qelësat du me dve, diçka. Vizitën tonë të parë më kujtohet, s'ke pasu i mëtë që ka më të bo shpija, se ke thonë, ka nërë plët veta, na kanë vizitu. Ti bo niske që sot, shme hamë tani. E ta që përshe shpije? Ta shmirë. Falenderi për juve, për krejde që ka. Ke pas thonë shumë veta na kanë premtue, na kanë thonë, e këna mja u boje. Ama na një herë të këna orë në vizit, ta këna dhonë lajmin se po të bëhet shpija, e që sot këna orë me qelës, ha? E mbajtë në premtimin, ha? E mbajtë e ullë që premtimin. Falenderit. Okej, edhe në këtë familje, qelësat po e jep kryetarit e kryetari i adhuron. Falenderit shumë. Me knasi, zona Zejnepe, e gëzëfsh, me Falenderit shumë. me poshajrin, por no, e për në hopë. Bismillah. Qelë dhe hin. Hajde, bismillah. Kryetar? Mashallah. Mirë. Okej, na po të me gëzof shpijen. Falenderit shumë. Shala Zoti, ja u falë shnetën fëmijëve, ka një mëne i bën ata me janë gjithorën të kuj tjetër. Kryetari e konë edhe vizitën e parë. Po, kemi qenë bashkë të zona Zejnepe, më besoj që pak edhe prej shkak emocioneve, edhe të kamerave, edhe të gëzimit të shtëpisë, zona Zejnepe përshëndron e mbyllur, po unë e di që e ka prit me gëzim ndërtimin e shtëpisë, gjithashtu edhe fëmijët e saj, është një nanë që ka jetu vetëm me fëmijët, bora për familjen, edhe ekonomike, edhe srejmori ka taku vetëm zojës, kështu që kjo shtëpi do të jetë strehim i përhershëm për komplet familjen, edhe besoj që do të ndikoj pozitivisht edhe në mësime pozitive për fëmijët kur e dinë që kanë një shtëpi me kushte shumë mira falë ndihmës ju. Faleminderit shumë.
Zene, Faleminderit shumë edhe për juve, për i krejtëve që kanë ndihmu këtu. E gëzofshi. Faleminderit. Koft. E Faleminderit. unë bashkë me kryetarën dhe përshëndesim kudo qeni që na përcjellni aktivitetin tonë, e lutëm Zotin më shpërblim me gjithat mirat pra hajë zyrtarisht. Faleminderit E shumë. selam ju bën edhe fëmijëve. Faleminderit. E na po vazhdojmë të familja radhë, Zoti kur mëson.